Kur jam me cikull, unë dua të vetëm shtrirë. Kam aq dhimbje të forta, saqë s'ngrem dot nga krevati. Ti nuk më do mamin dhe s'do marrë me pi kafe me ne, dhe më vuni duart shumë fit për një kafe, në moment që në qunin dhëmë dhe sa të hiqi duart nga mami. Në atë moment i kam thënë në fytyrë që ka qenë te momenti i fundit që më ka parë syt. Me mamin tim i kam thënë që kështu e kam punën, nuk mund të vazhdoj më me tutje. Përgjigjja ishte që nëse ndalesha, unë jam e vdekur për ata. Kam fjetur rrugëve, derisa jam stabilizuar. Për mua ka qenë shumë e vështirë dhe është akoma e vështirë ta pranoj që unë të vazhdoj të hes përpara pa tim birë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Gjermani, do të lidhemi me një 28 vjeçare. Ajo quhet Sabina, është nga Shkodra dhe ka një vit që është larguar nga Shqipëria, duke braktisur, le të themi, familjen ku ajo jetonte, bashkëshortin dhe të birin. Me zemër, të birin nuk e ka braktisur edhe sot, por ka vendosur të hyjë në këtë live për të kërkuar djalin e saj, sepse i mungon. Kjo e re në 10 vite martes u dhunua në mënyrë barbare nga partneri i saj, nuk u ndjej asnjëherë një grua e lumtur dhe e respektuar nga babai i fëmijës dhe në të tilla kushte u detyrua të arratisej dhe të shkonte të kërkonte strehim në Gjermani. Kështu që nuk do vonoj shumë, do hap dritare dhe do e ftoj Sabinën për ta dëgjuar rrëfimin e saj. Përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Gjermania. Sabina, uroj të jesh mirë. Faleminderit, edhe unë për juve gjithashtu. Uroj të jeni mirë. Unë e lexova mesazhin tënd, më dërgove një mesazh zanor, e dëgjova me vëmendje dhe sinqerisht më vjen keq për atë që të ka ndodhur, por dua të të pyes ditën e sotme dhe të dëgjoj. Çfarë ka ndodhur me ty? Pse e larguar ti nga Shqipëria dhe sot je vetëm aty në Gjermani? Kam qenë martuar 10 vite me një djalë nga Burreli, të cilit ishin të ardhur në Durrës. Nuk dua të flas shumë për pjesën e dhunës, për arsye që kam shumë problem. Kam kaluar 10 vite dhunë, ofendime jo vetëm fizike, por edhe psikologjike, të cilat më kanë lënë një traumë shumë të fortë në kokë. Ka raste që gjohem nga zyra dhe bërtas çaj, uleras, marsa kam fuqi. Problemi është që unë nuk kisha as mbështetjen e prindërve, të cilëve ja u kam kërkuar 3-4 herë divorcin, të divorcohem, edhe atij vetë personit i kam thënë, kur nuk ecën, më mirë të ndahemi sesa të më mbaj varur, si ti them, si ta shpjegoj. U detyrova të marr këtë vendim, pasi rasti i fundit që ka vendosur mbi mua ishte ai jetonte në Itali dhe unë shkoja her pas here vizita tek ai me djalin. Kishte ditëlindjen me 31 mars të 2024 edhe mora mamin e tij, ja çova surprizë. Thash ta bëj të lumtur, ditëlindjen e kishte, edhe djalin të gëzohet. Atë ditë fatkeqësisht unë isha shumë e smur, edhe donin dilnin gjithë bashkë pinin kafe. I thash merr mamin, çunin, nuk më ngele qefi, dil pi kafe, kënaqu. Unë këtu jam, ju pres në shtëpi. Dhe më vuni duart shumë fit për një kafe, edhe në moment ishte dhe mami e tij prezente. Në moment që në qunin dhëmë dhe sa të hiqi duart nga mami. Në atë moment i kam thënë në fytyrë që ka qenë situata e fundit ose momenti i fundit që më ka parë syt. Do më shofesh më. Dhe kam marrë vendimin me 17 prill, jam larguar, jam drejtuar drejt Gjermanisë, shukur Zotit, deri tani jam mirë. Ti je shumë e re në moshë. Sa vjeç je sot? Se më duket shumë e re. Unë jam 28. Pra, ti je martuar 18 vjeçe? Po. Por pse kaq e vogël? Këtu është gabimi i gjithë vajzave shqiptare që martohen kaq të vogla. S'kam fjalë. Ka qenë me dashuri, e ke njohur vetë apo me mbledhëri? Po, ka qenë me dashuri. Jeni njohur nëpërmjet. Ka qenë me dashuri, jemi njohur vetë. Kemi pasur një lidhje shumë afatshkurtë, mbas edhe vendimet e nxituara pa e njohur mirë personin, plus kanë qenë dhe problema të tjera familjare, ose më mirë themi, po kërkoja një rrugë të ikja nga aty ku isha, si ta them. Zemër. Dhe nuk ishte zgjidhja e duhur, them të drejtën. Me sa po kuptoj, ti ke pasur probleme me mami dhe babin, dhe kjo është arsyeja që ke dashur të largohesh herët nga shtëpia të gjeje një burr. Po, nuk dua të dal shumë nga këto tema, sepse nuk dua të përkas asnjërin nga palët me diskutimet e mia, nuk dua të prek aq më tepër çunin, nëse një ditë do më dëgjoj ose do më kuptoj për veprimin që kam bërë.
E qartë, nuk do të pyes për nënën dhe babaj, në shëndreta juaj ju nuk doni të flisni, por sot të paktën ke kontakte me ata? Shumë pak. Më vjen keq. Jam ftohur shumë, nuk kam atë ndjenjen e dashurisë ose si ta them, nuk ndjem asgjë për asnjëri. Jam ftohur, dua vetëm të jem larg gjithëve, nuk dua të kem probleme, dua të vazhdoj jetën time, të bëj shkollën, studimet, du të jem të vetëm përpara, por nuk kam nevojë për negativitet, urrëtie ose mllef në jetën time. Kam pas mjaftueshëm, dua të ec me këmbët e mia, dua të ec me këmbë në tokë, si thonë. Me motra, me vlezër, me ata të paktën ke kontakte? Ja. Unë nuk dua të hy në zemrën tënde, në mendjen tënde, nuk dua të vendos në siklet, por dua të them vetëm një gjë, sikur të kam motrën time. Sido që ti jetë, ti je gjaku i tyre dhe ajo është familja jote. Shiko, unë i kam kërkuar. Kam pasur kontakt, por janë disa pika që preken vazhdimisht edhe unë nuk dua të diskutoj më. Dhe nëse do vazhdojnë të preken ato pika, unë do jem akoma shumë fishe lënduar dhe më shtyn në duart e veta larg tyre. Kështu që nuk di çfarë them. Jam munduar, shikoj, jam njëri që jap shumë dashuri. Ato që më njohin nga afër, më njohin edhe di se çfarë njeriu pozitiv jam. Nuk di të urrej, nuk di të them një fjalë të keqe, mundohem të bëj gjërat me të mira dhe jo me të këqija dhe prap marr atë jo dashuri, por si ta them, sikur të vjen gjunaf ose kështu, di si ta shpjegoj, por unë nuk kam ndier asnjëherë dashuri nga njerëzit që më kanë përthuar. Por ndoshta me këto situatat e fundit që të kanë ndodhur në jetë, ndoshta ata i kanë keq kuptuar dhe mund të ndodhin këto debate, konflikte, por koha mund t'i shleshojë dhe ndoshta i jepu kohë prindërve të kuptojnë, të mirë kuptojnë. Ndoshta mund të vijë ajo ditë ku një ditë do shikemi përballë dhe do diskutojmë me ta me gjatë dhe me gjërë. Dhe plus kam fjetur rrugëve, derisa jam stabilizuar me shtëpi, me dokumenta dhe me strehim, që falenderoj shoqatën këtu që më ka marrë përsipër dhe jam kjo që jam tani. Sabina zemër, më thuaj. Në jetë ne përballemi me shumë gjëra. Është e vërtetë. Ne jeta na përplas me çdo gjë. Njerëzit në një farë mënyrë janë të dënuar të përjetojnë dhimbje, hidhërim, mërzi, gjithçka. Ndjenjat janë krijuar për ne t'i provojmë dhe t'i ndjejmë. Ato të bukurat mezi i presim, ato jo të mirat nuk i duam, por në jetë do t'i provojmë të gjitha. Ajo që është më e rëndësishme është shëndeti mendor. Të punojmë me veten tonë që ne të jemi të fortë mendërisht. Nëse nuk jemi të fortë mendërisht, na rroft fiziku. Forca e fizikut nuk vlen nëse nuk e kemi mendjen e fortë. Është shumë e vërtet kjo që sa po them, sepse e kam kuptu vetë. Unë kam bërë shumë në jetën time që të bëj tjerë të lumtur dhe kam lënë veten time masdore derisa erdhi në atë gjendje që kupton nuk bën më ujë pilafi. Ky është gabimi, që ne në radhë të parë duhet të duham veten, pastaj të tjerët. Dhe sot je mirë, të paktën sot je mirë, flas gjithnjë për shëndetin mendor. Sot jam mirë, kam mësuar këto 11 muaj, Odeta, të dua veten. Nuk e kisha ditë se sa vlerë kisha unë për veten time. Bravo. Dhe në fakt kam pasur edhe disa mbështetje nga disa gra të tjera shqiptare që më kanë nejt afër edhe më kanë dhënë kurajum ato mesazhet e veta ose fjalët ose nuk di çfarë them, sepse për mua ka qenë shumë e vështirë dhe është akoma e vështirë ta pranoj që unë të vazhdoj të ec përpara pa t'i mbirë dhe jati nuk më lejon që të kem asnjë lloj kontakti me të, edhe mua kjo më penalizon dhe fillon vetëm kur e mendoj për t'i mbirë që nuk e shoh çdo ditë ose nuk e ngjoj, filloj dhe mbyllem vetvete edhe shikoj që do të kaloj prapë në atë depresion që isha. Por ngrehem këmbë dhe them të luftoj përpara për atë, sepse është shumë e vështirë për një nënë, je motër, nënë, grua, femër, dhe më kupton më mirë se gjithë të vit flej gjumë pa janë gjuzonin fëmis, ose pa, dhe unë e kam pa fëmin tim 3 herë gjësej 11 muaj, dhe atë duke kërcenuar
ish bashkëshortin tim duke i thënë që do të nxjerr në televizor, do bëj këtë, do bëj atë, dhe ma ka nxjerr. Dhe sot më ka dërguar një mesazh kur i thash më nxjerr çunin të flas, më ka dërguar një mesazh që po ta dërgoj më vjen turp se ofendon dhe shan me fjalë nga më ndryshme. E dashur, e kuptoj qartë situatën dhe do më tregosh, por e di që po dridhesh. Sabina, nëse ti dorëzohesh, atë fëmijë do humbësh për gjithmonë. Por nëse ti je vendosur që do ecësh përpara dhe fëmijën do ta kesh pranë vetes, jam e sigurt që do t'ja arrish. Prandaj mos u dorëzo kur për djalin tënd. Nuk vetëm që nuk kam mundësi tani të udhtoj drejt Shqipërisë, sepse unë për atë fëmijë nuk dorëzohem sa të kem jetë, unë do luftoj deri në pikë fundit për çunin dhe do ta kem pranë vetes. Dhe sinqerisht, kur flas me nëna të reja në moshë, apo dhe me vajza, që janë kaq të bukura dhe ti je kaq e bukur që rrezaton mirësi. Duke njerëzit që nga syt që rrezatojnë mirësi, dhe më vjen kaq keq kur i shikoj që sytë e tyre mbushen me lot dhe vuajnë, dhe unë nuk dua që të ndodhi kjo gjë. Ndaj të them që mos u dorëzo, jepi forca vete, sepse gjithçka mund të arrihet. Nëse ne duam një gjë, unë të paktën flas për veten time. Edhe mua Zoti më ka përballur me shumë gjëra jo fort të mira në jetë. Edhe unë kam plot momente që kam përjetuar dhimbje, humbje, por aman i kam dhënë forca vetes për të ecur përpara. Nuk jam dorëzuar asnjëherë dhe i lutem Zotit çdo ditë që më mbaj të fortë dhe të eci kështu. Vetëm kështu mund t'ja arrihet dhe nëse e do një gjë dhe lufton për atë gjë, do ja arrish. Të paktën unë çdo gjë që e kam kërkuar, kam punuar, kam luftuar dhe e kam arritur. Këtë gjë du të bësh dhe ti për djalin dhe nuk duhet ta mendosh që të hyj në depresion dhe të më rikthehet ajo kohë dhe të përfundoj në rrugë. Kur mos e mendo më dhe fal Zotit je mirë sot. Nuk e lejoj. Ngrehem direkt në këmbë. Bravo. Ngrehem në këmbë vetëm për atë. Jepi një shkundje vetes, zgjohe nga gjumi. Ta siguroj që ja jep çdo ditë në mëngjes atë shkundje dhe them zgjohet për një ditë fort përpara dhe do ja dalësh për birin tënd. Dhe është e vetmja gjë që më bën të fortë dhe kam thënë stop lotëve, vazhdo përpara, ti do ja dalësh. E dashur Sabina. Edhe di që do ja dal. Edhe jam e sigurt, ne jemi të dyja sot së bashku pikërisht për arsyeën e djalit tënd dhe do të pyes çfarë ka ndodhur me gjykatat për të ma shpjeguar me detaje. Por ajo që unë i them çdo gruaje që ka përjetuar dhunë. Shumë gra më kanë thënë që 10 vite kam duruar, 15 vite, 20, 25. Pse kaq shumë? Një njeri që të dhunon, nuk të do, nuk të respekton, jepi duart që vitin e parë nuk ke pse e mban. Ta them hapur fare, Odeta, kam duruar sepse nuk kisha ku të shkoja, se s'kisha për krajën e prindërve. E para, e dyta kam duruar se për prindët e mi do flisnin dynjaja, pastaj ja unë nga u divorcuaj ngeli goca ndër, ti e di si është mentaliteti shqiptar. Dhe e treta, durova dhe 5 të tjera për çunin, 4 më themi se çuni ka bërë 5 pasi jam larguar unë. Kam thënë do duroj për çunin derisa s'kishte ku vente më. Asnjë nën nuk ka qef Milan fëmijëve vet për tik rrugave për qef. E qartë. Por mirë, unë jam shumë kurioze të di ato nëna që shikojnë fëmijët e tyre që i keq trajtojnë nuset. Si reagon? Ish vjera jote? Si reagon? Ajo ka një gocë vet, ta them kështu, në këtë mënyrë, që nuk është se ka ndonjë dashuri ose mirë kuptim dhe me gocën e tyre. Çfarë pritet pastaj të ndodhë me mua, që jam goca e tjetër kuj. Ti në jetën tënde asnjë moment nuk gjete me këtë burr të flisje, ore, nuk jetohet kështu. Nuk kishte shans të flisje me të, sa herë që diskutonim, fillonte shante fillonte nga mami im, dilte nga gjyshrit, nga flisi. Ishte e pamundur më marr vesh me të, edhe sa herë që fliste më thoshte që ti më fal për shprehjen e përdar, ose kështu i kam të gjitha me fakte, shqyr Zotit. Shqyr o Zot që kam përdor telefonin dhe i kam me fakte. Por një burr që i thot grua së vet, pa e sharë dhe ofenduar babain e fëmijës tënd, por i irritohem ndonjëherë kur dëgjoj të tilla histori. Një burr që shan gruan e vet, nënën e djalit të vet, me atë që hapi ndan krevatin, i thot fjalën e fundit, unë këta burra si kam kuptuar asnjëherë, që në mëngjes të dhunon dhe të shan dhe në darkë ti je në shtrat me të dhe të puth. Asnjëherë si kam kuptuar këta burra. Janë psiqik apo
Mendoj që do të jenë probleme serioze mendore, pavarësisht se bashkëshorti im nuk është se ka qenë shumë kohë në shtëpi, sa më shumë ishte rrugëve me shoqni, deri në 3 mëngjesit edhe kur vinte bënte debat ose do e gjente diçka patjetër që të kapej. Dhe kështu kam duruar deri ditën e fundit. Dhe ndalemi tek dita e fundit, Sabina. Ti shkove në Itali, më the, ka qenë marsi. Në Gjermani. Në Gjermani. Jo, me vjerën shkove në Itali. Po, për ditëlindje shkova në Itali. Tek ajo ditë ndalemi. Ti shkove në fund të marsit të vitit kaluar së bashku me vjerën të bëje surprizë. Po. Atit. Si nuse e mirë, me zemër, me dashuri, me mirësi, t'i gëzoj, t'ju bëj shefin, si ta them. Dhe nga një surprizë që kishe organizuar dhe të gëzonte shpirti, ai ta nxiu ditën dhe të lëndoi. Ma nxiu në atë moment që më kapi nga fyti. Sa ditë që... Sepse e kisha prej biletën për 4 ditë, nëse s'gaboj, nëse s'e kam harru. 4 ose 5 ditë, tani nuk jam e sigurt. Por momenti, shikoj, jemi femra. Unë e kam gjithmonë, mund ta them hapur fare? Po, le të flasim hapur. Po, kur jam me cikull, unë dua të vetëm shtrirë, sepse kam aq dhimbje të forta, saqë s'ngrem dot nga krevati. Dhe problemi ishte që pse tani sot e gjeta që erdha në Itali, ishin dhe probleme të tjera në mes, edhe ti nuk ma do mamin dhe s'do marrë me pi kafe me ne, pra ne s'do të me dalë, ti edhe më pa fryte. Ndërkohë që ti mami një preve biletën dhe ja çove për surprizë. Ndërkohë që unë e kisha marrë, mami ti asnjëherë nuk ka qenë jashtë shtetit, hera e parë ka udhëtuar me mua, që ja bëj hallas, unë e kam bërë me shpirt e me zemër, edhe për t'i bërë shefin, për t'a kënaqur, për të pa djalin e vet, edhe ai për të pa nanën e vet, tani unë nuk ja du mamin, s'du me dalë me pi kafe. Unë, Odeta, jam treguar shumë e keqe, sepse si në punë, si jashtë, si me shoqni, si me miqësi, si dasma, fejesa, organizime familjare, kam veshur gjithmonë një maskë në fytyrë, edhe në dhomë ishte, ose në shtëpi ishte ndryshe, ndërkohë që uzishi, më rrifte, me shante, u fëndonte pa fund, kam duruar aq shumë, sa që kur dilja jashtë, vendosja një maskë edhe e lumtur. Si ta them, një familje e shtirur, më shumë të them, dukej, nga jashtë. Të jetosh për sytë e botës. Nuk do të them, nuk do shtoja si gjo, e kem mbyll ti me kaq. Dhe kjo është fatkeqësi. Jetosh për sytë e botës është fatkeqësi dhe brenda të vuash. Por ti qëndrove 4 ditë në Itali me vjerën, le të themi e lënduar dhe e mërzitur për sjelljen e tij të pahishme që bëri. Diskutohet, nuk më ka shiju asgjë, mezi po prisja të kthehesha në Shqipëri. Që në Itali e mendove, e dashur Sabina, që do i jepje fund kësaj gjëje? Jo, e kisha menduar me kohë, madje unë e dosha një bilet në shkurt, sepse me 14 shkurt mësoj një buqet me lule të puna, me çunin, edhe thash, okay, po jap edhe një mundësi. Si kur mendon që mos ta shkatrosh familjen, kur është edhe fëmia në mes, më shumë për djalin se sa për atë, them. Edhe kur më erdhe lulet për 14 shkurt, thash, okay, po jap edhe një mundësi. Edhe shtyva, pastaj bileta e fundit ishte me 17 prill e kam prerë dhe kam ikur. E dashur Sabina, por burri juaj nuk jeton në Itali, ai erdhi sërish në Shqipëri. Jo, ishte akoma në Itali. Po vazhdonte akoma me kërcënime, ofendime, telefon, fjalë. Ishte në Itali kur të solli lulet. Po, ishte në Itali kur të solli lulet. Dhe ti e shtyve biletën, por ndërkohë nuk i kishe thënë askujt që kishe marrë këtë vendim dhe do ikje në Gjermani. Jo, nuk kam folë me asnjë që do bëj këtë, sepse momenti i fundit kur jam diskutuar me mamin tim, i kam thënë që kështu e kam punën, nuk mund të vazhdoj më me tutje. Përgjigja ishte që nëse ndalesha, unë jam e vdekur për ata. E kuptova. Këtë e kam. Dhe prandaj Odeta ka marrë këtë zgjidhje për të larguar dhe për të lënë fëmijën me ata. Por ti dhe një mundësi, Sabina, në 14 shkurt mos të ndaheshe. Çfarë ndodhi në prill, në 17 prill që ti e preve sërish biletën? Jam penduar si qeni që ja kam dhënë atë mundësi për ta shtyr, sepse ishte po i njëjti njeri. Unë prap pas atij 14 shkurti prap isha ajo e përdala, më fal për shprehjen, lutem. Edhe pse punoja, kam punuar në një supermarket në Shpar, 3 vite e gjys,
gati 4, dhe kam pas një komunikim të jashtëzakonshëm me kolegë, me pronar, me gjithë aty, nuk di çfarë them, ndërsa në shtëpi nuk e kisha këtë që kisha në punë. Doja të punoja 16 orë, sepse nuk doja të ikja në punë. Dhe kur punoja 16 orë, jo, ti ke dalë ke bredh rrugëve, të merr ai tjetri me makinë, ndërkohë unë punë 16 orë, 7 me 10 darkës. Por disa gjëra ja kam lënë Zotit, por dua të luftoj vetëm për Timbir, sepse për ato njerëz unë i kam vënë vizën gjithëve, Odeta, të gjithëve. Për mua nuk ekziston më asnjë përveç Timbirit. Për mua të gjithë janë niveli 0. Kur nuk ishin në momentet e këqija për mua aty, nuk dua të jenë as në momentet e mira për mua. E dashur Sabina, e kuptoj qartë, ti në atë kohë jetoje me Vjerën. Po, jetoja me Vjerën Kunatën. Dhe kur ishe në punë për djalin kujdesesh Vjera, e kuptova këtë gjë. Kujdesej Vjera, kujdesej Kunata. Ndalemi te 17 prilli. Ti e preve biletën. Çfarë ndodhi atë ditë? Mund të ma tregosh? Me 16 prill në darkë jemi zënë telefon, sepse nuk më lejonte asnjëherë që shkoja te prindrit. Mu donte gjithmonë të lutesha, të përgjërohesha të shkoja të flija një natë të prindët e mi. Atë natë filloj të ofendu, të shoh nga fjalët, nuk më nxej goja të them, edhe atë natë në darkë kam prej biletën online edhe i kam hyrë avionit edhe kam marrë. Nuk njoftove askënd. Askënd. Ti dole nga shtëpia si një ditë normale për të ikur në punë. Kam shkuar në punë. Deri në orën 12 kam punuar, pastaj kam lajmëruar një taksi, pronarës i kam thënë do iki drejt spitali dhe jam zhduk. Ato gjithë e kanë ditë historinë time, po te fundit të puna kam nejt vetëm të ushajt edhe i falenderoj pa ma sepse si pronari ati marketi dhe gruaja e tij më kanë nejt shumë afër dhe më kanë mbështetur shumë dhe më kanë dhënë një kurajë të papamesh, nuk di çfarë them. Por ka qenë momenti vështirë kur ke dalë nga shtëpia dhe ke puthur djalin tënd për herë të fundit. E kam puth djalin në orën 7 mëngjesit, ka qenë gjumë dhe jam nisë për punë, unë e dija se ku do shkoja. Edhe aty ka qenë dita e fundit që unë e kam puth Timbir, që nuk di çfarë them, është e pa përshkrueshme ose di si ta them, po ta kishte pranuar divorcin me të mira si për ja kam kërkuar, do kishte qenë pak më ndryshe. Dhe mos më lejmë të flas me Timbir për çfarë? Okej, unë jam e përdal. Kam ikur. Trupi është i imi, jeta është e imja, liria është e imja. Kam të drejtën e fjalës. Kush je ti që të më ndalosh fëmin tim, sa dhe keq dhe e poshtër të jam unë? Kush je ti? Kush të jep të drejtë? Gjykata i ka kalu kujdestarin vjerrive, se bashkëshorti është në Itali akoma, dhe ato nuk e lejnë aty të ma qesin mua në telefon. Sepse ish Vjera i ka thonë mami tim gjithmonë, gocën ta të mere, me nipi nuk ke punë. Okej. E mori me gjykat. Më merr në telefon që duhet paguaj pagesën mujore 150 lek të vjetra për djalin. I kam thënë, deri në momentin që do vinë në Shqipëri, të rihap gjyqin, unë nuk paguaj as edhe 1 cent. Jo se nuk paguaj për fëmin tim. Por janë bo pa drejtësi, unë kam paguar avukatën nga Gjermania, ta jap edhe numrin e zonjës Matilda. E kam pagu nga Gjermania në Shqipëri, ka shku në gjykat dhe i kanë thënë nuk jap informacione për këtë çështje. Pse? Korrupsion. Të bësh lek, ka falsifikuar çdo firmë timen, madje ka falsifikuar edhe firmën e babit tim. Vetëm nëse babai im gënjen, apo ai gënjen, nuk e di. Në momentin që ti ike në Gjermani, besoj që u bë alarmante në familjen tënde, në familjen e burrit. Ti telefonove më pas, ju the ku je apo të shpallën të humbur? Jo, më kanë bërë vetëm denoncim për braktisje fëmije, me sa kam marrë vesh, nuk jam e sigurt tamam 100%. Mi kanë rënë telefonin pa pushtemi për vetëm motrës atij, sepse me motrën atij kam pas një kontakt shumë të mirë. Është e njëjta situatë pothuajse me timen, është femër, i kemi ne njëra tjetrës afër në momentet vështira dhe nuk e harroj asnjëherë.
Asaj i kam lënë një mesazh, i kam thënë unë po iki, çunin e ke ti amanet. Deri në një moment të caktuar që jem gati të përballem me gjitha. Edhe ka thënë, mos u bën e marr, unë jam nga Shkodra, mos u bë budalle po ktheu. Edhe i kam thënë, jo, ti e di shumë mirë gjonat, unë nuk mundem më kështu. E dashur Sabina, në momentin që ti ke ikur ata kanë bërë denoncimin dhe normalisht ky denoncim për braktisje fëmije të ka penalizuar ty në gjykat. E dim. Kjo të ka penalizuar shumë. Në momentin që ndodhi divorci, u bë divorci, je divorcuar ligjërisht? Po, divorci ka ndodhur. Mund të më thuar çfarë vendosi gjykata? Kujdestarin ja la gjyshit dhe gjyshes, për shkak se babai jeton në Itali dhe ty si nën të kanë cilësuar nën që ka braktisur fëmijën, e kanë marrë kujdestarin gjyshi dhe gjyshja. Por ti çfarë të drejtë ke për ata fëmijë? Se nuk të sheshur e drejta prindërore. Mua më sheshë drejta komplet. Kam të drejtë të paguaj 150.000 lekë të vjetra për çunin. Ta takoj në prezencë të atyre. Që ta kuptosh. Kur të hiqet e drejta prindërore, do të thotë të hiqet fjala nën. Po. Jo. Atë po të shporoja. Derisa gjykata. Kam të drejtë ta takoj. Derisa gjykata. Ose ta marr. Jo, derisa gjykata ka vendosur një detyrim ushqimor që ti do ta paguash, ty nuk të e sheshur e drejta prindërore. Kujdestaria të sheshur, pra ti nuk e ke kujdestarinë e fëmijës tënd, e ka gjyshin e kujdestarinë, për kujdestarinë po stoja. Po, është tjetër gjë kujdestaria. Nuk kam asnjë lloj të drejtë për kujdestarinë e çunit. Por të thash, të ka penalizuar denoncimi i braktisjes, prandaj kujdestaria të sheshur. Ndërkohë, çfarë ka vendosur gjykata për ty që ti të paguash? Të paguaj 150.000 lekë të vjetra, ta takoj në prezencën e një familjarit nga ta, ose ish burrit, ose ish burrit drejt, dhe kam të drejtë ta marr një javë në gusht dhe një javë në dhjetor, gjë të cilën ish bashkëshorti tim nuk e pranon as pak dhe as nuk e zbaton që ta marr çunin unë. Por ai mund të pretendoj çfarë të doj, ai mund të thojë ti s'ke për ta marrë kurrë atë fëmijë, por nuk vendos ai. Ka vendosur gjykata dhe në të tilla situata, ai vendim gjykate shkohet te përmbaruesi i cili bën ekzekutimin e vendimit të gjykatës dhe ai baba nuk ka çfarë bëj. Ai mund të thojë marrëzira, mund të thojë çfarë do lloj gjëje, që unë nuk ta lë më djalin, ti s'ke punë më për djalin, ti e braktisë djalin, por ty ta ka vendosur gjykata dhe ti ke të drejtat momentalisht që ne flasim të dyja, ti ke të drejtën ligjore 150.000 lekë të vjetra të paguash për atë fëmijë dhe unë ta jap si këshill, bëje. Sepse ai thot, unë nuk e zbatoj vendimin e gjykatës, nuk e lë nënën ta takoj fëmijën, sepse dhe ajo nuk e zbaton vendimin e gjykatës dhe nuk paguan detyrimin ushqimor. Është shumë e rëndësishme që kur njerëzit nuk merren vesh me njëri tjetrin, shkojnë në gjykatë dhe vendos gjykata. Dhe gjykata për ju ka vendosur dhe ti duhet ta respektosh vendimin e gjykatës. Dhe nëse nuk e ke bërë këtë gjë për gjatë kësaj kohe, se ke menduar që do kthehesh në Shqipëri dhe do hapësh një tjetër gjyq për kujdestarin, unë do them bëje, nise, që nesër madje, nise dhe pago detyrimin ushqimor për fëmijën tënd nëpërmjet një numër llogarie, që ti ta vërtetosh nesër që ato lekë ke derdhur në bank, mos jep kurrë lek në dorë, kurrë mos dërgo me njerëz të afër, me autobus, jo. Kërkoj një numër llogarie. Po, edhe ti ruaj edhe faturat. Patjetër, kërkoj një numër llogarie dhe thuaj, mua zotëri i dashur, gjykata më ka vendosur një detyrim ushqimor dhe unë kam vendosur nga sot e tutje ta pagoj këtë detyrim ushqimor dhe tregohu korekte, e bën për djalin tënd dhe nesër ai nuk ka çfarë të bëj. Do ta lër fëmijën ta takosh dhe ta marrësh për pushime siç ka vendosur gjykata. Nëse ai nuk pranon, është një tjetër zyrë që quhet zyra përmbarimore që i vë kusht atit. Por ajo që dhe më vjen mirë që do ta bësh këtë gjë, mendo e bën për të shtrenjtë tënd. Do ta bëj se s'bën. E dashur Sabina, por ajo që kuptoj unë është që ti nuk mjafton me këtë vendim gjykate. Ti kërkon kujdestarinë e djalit. Jo, vetëm kujdestarin, por nuk më nxjerrin as në telefon Odeta. Nuk kam të drejtë as në kamerë të flas me të. Çuni dëshiron të flas me mua,
Dhe në moment që çuni i thot të jati babi mbyllë telefonin thas me mamin, ai thot ik tani se s'kam kohë, sepse bën gjithmonë një thirrje në grup, një herë në 2 muaj, një herë në 1 muaj e gjys kështu. Dhe un kam nevojë të flas me fëmijën tim çdo ditë, do ta shoh çdo ditë. Që ngjoj zonin çdo ditë. Kaq sa ka mundësi deri në moment që ta marr këtu ku jam unë. Nuk di çfarë them, nuk di ta përshkruaj. Por ai nuk ta lë djalin të flasësh në telefon hakmerrë ndaj teje? Hakmerret ndaj meje ose nuk e lejojnë prindrit e atij që mos flasi djali me mua, nuk i kuptoj fare pse ma heq të drejtën që mos flas fare me fëmin tim. Sepse në momentin që flasim, po ti bazojmë i ligjit e dashur Sabina, ai është babai, por nuk e ka kujdestarin. Dhe ti llogari do t'i kërkosh ish vjerri dhe ish vjerrës, ata e kanë kujdestarin. Problemi është se ata kanë ndruar çdo kontakt, edhe unë nuk i kam gjetë në asnjë vend, edhe ish bashkëshorti nuk mi dërgon numrat atyre. Dhe ky është problemi. Nuk kam kontakt. Sa kohë u bë që je larguar nga djali? Me 17 mars kam bërë 11 muaj. Por në këto 11 muaj sa herë ta ka lejuar djalin? 4 herë ka folur për 11 muaj me djalin tim. Mund të them maksimumi 4 herë për 11 muaj. Kishte ditëlindjen, për zotin ti tregoj dhuratat i kam aty në sirtar akoma që ja kam blerë dhe ja kam lënë aty sepse nuk më lejnë mja nis. Edhe mja nis do ja hedhin. Edhe mja nis, kujt mja nis, ata as nuk t'japin një numër telefoni me kontaktun, çfarë të t'i çoj. Më kanë bllokuar totalisht, nuk di çfarë të bëj më tepër. Nuk kam zgjidhje tjetër. Dhe në këto 4 herë që ke folur, je të shmallur dhe çfarë të ka thënë? Se ai e ndjen mungesën tënde. Herën e fundit, në fakt, kur folëm, sa a do vish një Itali të babit dhe takohemi atje. Dhe më tha se që ke po shumë e bukur. Dhe të di se ka marrë malli, por Odeta është një fëmijë shumë inteligjent dhe i zgjuar. Në moshën 2 vjeçare ka fol anglishtën perfekt. Jam angazhuar shumë derisa ja kam mësuar. Dhe i kupton situatat. Është aq i zgjuar sa po ta shoh vetëm në sy, ai e di se çfarë do t'i thosh. Dhe unë ka marrë shumë malli sepse nuk ka thirr mami, unë ka thirr gjithmonë Sabina. Më ka marrë aq shumë malli ta dëgjoj të strasi, Sabina, edhe t'ja ngjoj erën. Më shkput shpirti, nuk e di, më duket sikur jetoj, por e vdekur brenda fare. Nuk di ta përshkruaj, nuk kam fjalë. Është shumë e dhimbshme. Dhe unë jam e sigurt që ata e ka marrë malli shumë, e ndjen mungesën tënde, një fëmijë praninë e nënës dhe të babait kërkon jetën e vet, kështu që është e sigurt që e ndjen mungesën, por unë uroj dhe shpresoj që ish bashorti juaj të ndërgjegjësohet dhe ta kuptoj që dëmin nuk po ta bën ty. Ty vërtet po të lëndon, por dëmin më të madh ai po ja bën fëmijës vet, që po e ndan nga nëna dhe ai fëmijë vuan, pavarësisht se ndoshta nuk mund ta shpreh dhimbjen se është fëmijë, por ai brenda vuan dhe ai këtë gjë duhet kuptoj, që nuk po dëmton Sabinën, po dëmton djalin e vet, dhe nëse ai e do atë fëmijë, s'duhet ta ndaj kurrë nga ty. Nëse ai do të flasë me nënën 10 herë në ditë, ai 10 herë do t'ia japi telefonin fëmijës të flasi. Domethënë është një krim që një fëmijë të vogël ta ndash nga nëna dhe babai. Kështu që uroj që ai të ndërgjegjësohet dhe ta kuptoj çfarë dëmi po i bën fëmijës vet. Uroj me gjithë shpirtin Odeta, që të ndërgjegjësohet dhe të reflektoj dhe të hapi syt, ta kuptoj që është veç shkaktar dhe ta kuptoj që unë jam mundu me gjithë shpirt të bëj çmos që mos ta shkatroj këtë familje dhe ka arrit vetë që mos më ndihmoj mua që të dalim nga kjo, por më ka zhyt më shumë. Nëse ai do të dëgjonte, do t'i përcjellje një mesazh? Ishit tënd, babait të djalit? Po, do t'i thoja 2 fjalë. Faleminderit që më ke bërë më të fortë. Dhe që një ditë do ja dal me gjitha këto që më ka sjell. Vetëm kaq. Nuk do t'i them as që e kam dashur, as gjë. Por më ka bërë më të fortë Odet. Me të gjitha.
Më ka bërë një femër shumë të fortë që nuk kam më pikë mëshire për asgjë. E qartë. Jam bërë aq e stopë dhe e fortë, sa që po të shkoj me një mal e çaj malin për gjys, aq shumë jam forcuar brenda vetes. Nuk është më ajo Sabina që e kanë shkel me kom, nuk është më ajo Sabina që e kanë ul, e kanë shah dhe e kanë ofendu, nuk është më ajo Sabina që është me 8 vjeçare. Jam me 8 vjeçare, por di 4 gjuhë huaj, që zotit, edhe po hec akoma më shumë përpara. Bravo. Dhe për çfarë? Po luftoj për ti mbirë, që kur ta kem këtu, ti ke të gjitha kushtet maksimale dhe të bëj një jetë të mirë, karshi meje. Dhe unë një ditë do ja dal, siç ja kanë dalë gjitha. Nuk jam as e para as e fundit. Dhe se çfarë thonë njerëzit, mua nuk më intereson më fare. E dashur Sabina, ty të pret një rrugë e gjatë ligjore. Pra, nëse ti do kthehesh në Shqipëri dhe kërkon kujdestarinë e djalit, duhet i drejtohesh gjykatës, patjetër, për ta kërkuar kujdestarinë e djalit. Por 10 vite martesë, nëse ti do kishe bërë një denoncim në polici për dhunën, ti mund ta justifikohesh shumë mirë largimin tënd nga ajo shtëpi. Sepse ky është gabim i grave shqiptare që e durojnë dhunën dhe kur nuk e denoncojnë. Kam tentuar të emëroj policin nga dhuna e bashkëkohësit, më shmar telefonin sa herë që kam tentuar. Edhe e dyta, kam pas shumë frikë se çfarë do ndodhte deri në momentin që do vinte policia. Se unë kam pas një konflikt me komshi, e kam marrë në telefon dhe ka policia pas 24 orëve. Policia në Shqipëri nuk është asnjëherë e sigurt. Derisa të vinte policia në shtëpinë time, çfarë më ndodhte? Gjithsesi, rrugën ligjore do ta ndjekësh nëse do fitosh kujdestarinë e djalit. Sa po të më jep mundësia, se për momentin jam shkollë dhe në punë, sa po të më jep mundësia të marr pushimet, unë do kthehem edhe do hap gjyqin për djalin tim përsëri. E dashur Sabina, unë u preka shumë kur më the që kanë fletur dhe në rrugë kur erdha në Gjermani dhe dua të pyes. Ti je vetme me një bilet, besoj pak të holla ke pasur në portofolin tënd. Shumë pak. Mbërritem në një shtet e vetme. Çfarë ndodhi me ty në Gjermani? Odeta, unë nuk mund të them që jam shumë e zgjuar, por inteligjente jam. Dhe gjermanishten e kam mësuar kur isha në supermarket të Spar Manës, kam punuar atje plot 4 vite të bukura, që janë vitet më të bukura të jetës time, unë them. Ka qenë shtëpia ime e dytë dhe aty ka pas shumë turist. Më është dhënë mundësia me mësu italishten, gjermanishten, si me forcu anglishten. Ne kam filluar edhe turqisht. Bravo. Dhe kur erdha në fillim, disha vetëm pak fjalë. Jo dhe aq perfekt. Por tash e flas kështu. Kam fjetur deta 2 net në stacion të trenit. Kam pas vetëm 50 euro me vete. Ato 50 euro i kam darë vetëm për ujë edhe tualete. Derisa më ndihmoi një çift gjerman që jam shumë mirënjohëse. Maksimum jam mirënjohëse, ato janë duplesh vjetër. Që më gjetën këtë shoqatin që merren me gra si puna ime dhe më kanë marrë përsipër dhe kam marrë dokumentat. Kam një shtëpi të vogël, një dhomë, nuk paguaj as qira. Por tani kam edhe një mbështetje më të madhe nga një person tjetër që normal do ta them që unë bashkëjetoj me një gjerman që e kam njohur në kurrik të këtij viti. Dhe më vjen mirë se jeta vazhdon dhe ke bërë të ndihesh e lumtur, më vjen mirë që je lumtur. Është mbështetja më e madhe që kam marrë për ti dhe më ka ngritur përsëri kam. Pas një lloj interesi, sepse në shumë momente kam hasur njerëz që më shumë donin diçka nga ti se sa të jepin një dorë se të nxjerrin nga situata. Dhe rastisht kam njohur këtë person që më ka mbajtur fort, edhe më ka thonë nuk do të lej të shkosh në këtë rrugë, po do shkosh në këtë rrugë. Dhe fal ti, sot jam kjo që jam, shkollë, punë dhe shtëpi. Dhe më vjen mirë. Sepse kur vjen njeriu në një vend të huaj, nuk i di se çfarë rrugë mund të marrësh nga halli. Nuk i di se si të zë situata. Dhe shqyr Zotit, unë kam ecë me këmbë tokë dhe jam rrugë drejt, edhe jam shumë krenare për të që kam arrit. Dhe sigurisht dhe mua më vjen mirë Sabina.
Më vjen mirë që ke nisur bashkëtesën me një shtetas gjerman, je e lumtur, ndihesh e sigurt, ndihesh mirë, ke rilindur dhe të shkoft të mbar. Ndërkohë, jam e sigurt që shtetasi gjerman të dashurit ja ke treguar që je nën dhe ke një djalë. Ai e di gjithë historinë edhe para 2 ditëve po flisja për djalin, edhe ai më parë çan ai se sa çaj unë kur flas për djalin, sepse një herë nuk kalon dita pa diskutuar ti mirë. Asnjëherë nuk kalon dita pa diskutuar ti mirë. Edhe sa herë që më dëgjon kështu të fol edhe filloj çan, thotë po si t'ja bëjmë që ta sjell atë këtu, vetëm ti je e lumtur ti. E besoj. Kështu që unë sinqerisht e uroj me zemër që të bashkohesh me djalin, por mbi të gjitha derisa ti t'i drejtohesh gjykatës dhe të fitosh kujdestarin, ai baba ta lër djalin që të flasin me ty. Shpresoj shumë që të reflektoj edhe të... Sepse ju të dy tashmë jeni ndarë, ti ke jetën tënde, ai do vazhdoj jetën e vet në Itali, do martohet, por aman, ajo që do t'u lidhi gjithë jetën është pikërisht djali. Prandaj atë i kam thënë edhe unë, të lutem, të kemi sa më shumë mirë kuptim për hatër të djalit. Për hatër të djalit të kemi një mirë kuptim, le të flas me çunin tim, se unë nuk do të flas çunin tim keq, se unë kur nuk i fola çunit tim keq 5 vite për ty sa isha në atë shtëpi, nuk kam për t'i fola as tani, as për prindët tuaj, as për njerëzit tuaj, po më lën të flas me djalin tim se merr mallin, sa shpirti. Por nuk do. Unë do t'i dërgoj ty një 2 fakte sa për ta parë, që nuk të gënjej as kaq. E dashur Sabina, por prindrit e tu i lën të flasin me nipin? Jo, Odeta, ky është edhe fakti pse jam largu edhe jam distancu pak sepse prindët e mi nuk kanë bërë asnjë lloj tentative që shkojnë të kërkojnë nipin e vet. Dhe as nuk janë interesu se me marr mundimin. Mami më thoshte në telefon që jo kemi frikë se s'na lojnë me hyrë në shtëpi, jo po provoje. Nëse jo, bëj denuncim. Gjyshur ata, gjyshur jo. Mund të them që janë burracak ose frikacak? Nuk e di. Nuk di çfarë them. Po ato s'kan bërë asnjë tentativë që të takojnë nipin. Edhe kjo gjë ka bërë të ndihesh keq. Kjo gjë ka bërë që të distancohem edhe të jem e hekurt. Por gjithsesi mos i paragjyko. Është nëna dhe baba juaj. Ma beso këtë gjë. Mos i paragjyko për gjithë veprimet që kanë bërë. Brezi i tyre mendon dhe vepron ndryshe në krahasim me brezin ton. Janë 2 breza që kanë një përplasje kaq të madhe që është e pamundur të gjendet një ndërmjetme. Prandaj ne që jemi më të rinj dhe i kuptojmë, duhet jemi ne që t'ju japim më shumë afërsi dhe jo t'i largojmë, sepse është e vështirë edhe për ata edhe për ty. Unë kuptoj edhe ata, por do të vjen edhe pak në pozitën time. Unë jam e sigurt, Sabina, ata do vi një ditë, koha është ajo, prandaj tash jepi kohë prindërve. Do vi një ditë që do ndihen krenare për ty. Ti ke nisur një bashkëtesë, nesër do bëhesh prap nën. Do vi një moment që do ndihen krenare, ma beso këtë gjë. Se në fund të gjithçkaje, pse ke ikur nga një burr dhunues, ke bërë shumë mirë. Nuk duat që... Shpresoj që gjëra do rregullohen, njeriu jeton me shpresë dhe shpresa vdes e fundit thonë. E vërtet. Nuk i vjet, ndoshta i ditë kthehem edhe unë. E uroj këtë gjë. Nëse dëshiron, do një mesazh për nënën dhe babain ta japësh ditën e sotme? Ju them që i du shumë edhe me mungojnë gjithë pafund, sepse jemi rrit me vështirësi, si gjithë shqiptarët. I du pafund, nuk kam çfarë them më tepër. Edhe me mungojnë. Shumë më mungojnë. Je një grua e fortë, por që dashuria për familjen nuk të ka humbur, se sa të thash më jep një mesazh për nënën dhe babain, si të tu mbushën me lot. Mirë zemër, unë të falenderoj që të kisha, do jemi bashkë në kontakt numrin ma ke. Ishte një kënaqësi. Për çdo nevojë që do kesh, më shkruaj dhe do të ndihmoj dhe ta uroj me zemër të bashkohesh sa më shpejt me djalin, kështu që të përqafoj. Shumë faleminderit.
Gjithë të mirat, mirë dëgjofshim. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. E urojmë dhe shpresojmë që Sabina të flasi dhe të lidhe sa më shpejt me të birin e saj. Por nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që të jeni këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite ora 10 jam live me këto histori. Faleminderit miq dhe takohemi nesër.